Kam pritur, madje gjithmonë e përmendi babin tim, i cili në atë kohë si moshatarët e tij kanë adhuruar Shqipërinë, por nuk ka ditur se çfarë ka aty. Dhe kthehem nga Shqipëria dhe i them ato që ai kom pa, domethënë me problemet, me komunikacion, me gjithçka që me një autobus prej Tiranës dhe Shkodër ka zgjatur dikun 4-5 orë. Dhe i kam thonë që çto i kom parë, më ka thonë ti nuk din kur gjë, edhe këto që mi ke thonë mu, mos i thuj kërku tjetër. Me thonë ishte ajo ko. Nga se unë e kom parë realitetin e asaj çfarë ka ekzistuar. Basketboliste, burri dhe gruaja, sa nga vajzat vazhduan rrugën tuaj? Doruntina. Veç Doruntina? Veç Doruntina. Këto tjerat jo. Pse? Doruntina, ndoshta unë kom insistuar më tepër te vajza e madhe. Edhe ajo ka pas një karrierë shumë të mirë në basketbol. Është pjesë e gjeneratës sartë pas luftës të universitetit. Po, të universitetit, kur ka qenë pjesë e ligës ndërkombëtare Trokall, aty ka qenë njëra prej basketbolistëve që ka luajtur më së shumti sa i përket basketbolistëve të vendore, nga se shumica prej përforcimeve kanë qenë nga jashtë, nga Kroacia, pastaj nga Çekia, ka qenë edhe një basketbolist nga Shqipëria, kështu që kjo ka pasur mundësinë që të jenë pjesë e atij ekipi. Madje në vitin 2003 është interesant, nuk e kam pritur, Radio Televizioni Dugagjini shpalli sportistin më të mirë të vitit në konkurencën e femrave. Dhe ka qenë kënaqësi e madhe për mua. Pret nga nipat dhe mbesat që ta vazhdojnë. Nipi Genti është duke luajtur futboll. Është i talentuar. Ama futboll, për basketbol e kemi. Për basketbol nuk ka. Basketbol, mbesa e madhe është ka qef tenisin, mirë pa jo ndonjë kështu. Pres nga nipi, Roni, që të jetë më shtatlar, nga se në moshën që e ka është mjaft i gjatë, për ndryshe vajza dhe djali i Doruntinës që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai pres nga ai që ndoshta të merret me basketbol, mirë, por nuk i dihet. Nëse merret është në vendin e basketbollit. Ka mundësi. Mirë, para se ta mbyllim këtë pjesë, ta ndjekim edhe një video surprizë. Hiva bësh, nuk ishe kampion vetëm fush, po ke qenë edhe njej. Ti na ke mësuar çka është përkushtimi dhe forca, të dua. Babi, si gazetar, tregove të gjitha historitë e sportit, po për neve, historia më e bukur i jetës vet. Një njeri me mendje të mpret dhe zemër shumë të madhe, të dua shumë. Për ne dhe për fëmijët tanë, ti je shembulli më i mirë i një babaje dhe gjyshi të jashtëzakonshëm, të dua shumë. Mua. Jemi shumë krenare që jemi vajzat e tuja. Mua. Kjo është befasia më e madhe, edhe më e mira, më e bukura. Emocion. Në zemrat e mia. Falenderojmë shumë Doruntinën, Blerinën edhe Gentianën për këtë video surprizë, për këtë urim. Le të jetë një urim për 69 vjetorin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit.